Mas. Ky fenomen vajti rreth një muaj që po ndodhi, edhe në qytet, edhe këtu tek neve. Që ne i mbajmë këtu në qemë, edhe na ndihmoj për të ruajtur, do me thënë bizneset që kemi, por dhe është jashtëligjshme që ti t'jel mosh. Unë kështu mendoj, se ku vendi i Shqipërisë ka një ligj që e dënon atë që kemi njoftuar dje policin, kanë ardhur policat, njëri thonte se mbaj qën, njëri thonte atëherë po mbaj unë qën, ti pse e helmon? Kur ti nuk e ushqen, ku është e keqja? Këtë duha të di. Përse i helmon? Erdhen zotrin e policisë, erdhi oficeri i policisë, dakord, nuk mori as pamje filmike, as te kamerat e mia, te biznesi im, as e bizneset andeja. Erdhen këta të drejtorisë bujqësisë, veterinerët, nuk e kemi ne për detyrë. Morën dhe atë kampionin a qeni, e kam aty. I thash, nuk është në dorën ime që të vete unë, jo, o ta bësh ti privatisht, më tha, se neve nuk na lejohet. Këtu është. Juve, për këtë dyshoni që mund të ketë helmuar qëndë? Nuk e di. Se po ta dija, ajo është shumë e thjeshtë. Policia, ja, ta shpjegojmë, policia mund ta bëj shumë bukur. Ja 4 apo 5 qendrat e veterinerëve, që mund të veti shofi, do me thënë të veti kontrolloj, se nga del ky helm. Se ai helm mund të vide ai tek mua, ta hedhi te ulliri, ta hedhi te banania, ta hedhi tek ai tjetri atje. Se ky institucion këtu është një rëndësisë veçantë. Këtu ushqet gjithë Gjirokastra. Si nuk pas ka njeri ja, urdo ku e këtë portën, hynë, dalin, se kush vjen dhe se kush shikën nuk e kuptojmë. Vinë ata të akuz, ja bëjnë upë se mban qënë. Po mirë o ti e akuz, ti s'ke arë njerë për të parë këtu dhe nëse që bëjtë pasër ti. Ti s'ke arë njerë të mua të më thuash more që si e mban këtë ti, këtë produkt. Edhe po të flasim, na vine na gjobojnë, na vine na mbajnë mëri, urdo, o bënde gjithë qëni? Jo një qënë, po 10 qënë, kemi bën kallëzime penale. Mikel, sa qenë në djenin tuaj janë helmuar deri tani? Tek mua këtu 4 sopë. Po në përgjithësi? Në të meshatori para një jave, e kemi edhu prape në për televizioni. Sa në helmuar gjithsej? Kjo ka 6 muaj, unë i ushqen e gjithë Gjirokastrën, edhe vjen puna mace e qënë që kemi gjetur të kështu dhe i marrin, po dyshimi im është dhe që këto kontrollojnë a bashkia. Dhe bashkia duhet e ka detyrim ligjor që t'i mbledhi kafshët. Edhe unë në qoftë se i mbaj këtu, dakord, bëj gabim, ti si detyra jote e bashkisë, merri mbledhi në një vend ku duhet të grumbullojnë edhe. Jemi në rregull. Keni bërë denoncim në polici për këtë? Kam bën kallëzim penal dje. Po? Kam bën para 2 jave. Çfarë ju kanë thënë? Asnjë. Njëri shkruan, njëri qesh. Ja kjo është. Mirë këtu, hajde. Të them një histori tjetër. Kam qenë lart tek rotondua, tek rreth rrotullimi. Ka gjetur arigjin dhe vegjel, salqiqen. E mori salqiqen, ja hoqja në duart, i bërtita. E mora salqiqen e ola poshtë, e mori qëni, mu se dija që ishte jenë mua. Ja hoqja argjiu, të vogël atyre. Edhe qëni më poshtë, ngordi. Po si kur ta kishë ngrëna i, kush e mbante përgjegjësinë? Ja më thua ti, se o thonin pasaj, jo vdik na i pangrëni, jo vdik se ha se gjina arigjin, jo gjina.